të fokusohemi pak te mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ju si e keni lexuar veç shfryrjen e Edi Ramës në këtë rast dhe apo shkon Edi Rama drejt fundit më sa ju keni parë? Gjë e parë një që duhet të them edhe e kam deklaruar, kështu që për atë fjalim që ai mbajti 1 orë sa 2 orë në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, për mua çdo shqiptar duhet i vijë turp për ta pështyrë sobat Edi Ramën për atë lloj fjalimi që mbajti. Pjesa tjetër ishte ajo narcizmi që ai ka dhe mënyra për të treguar dhe të justifikuar çdo gjë dhe për të mbushur mendjen e grupit parlamentar për të votuar kundër heqjes imunitetit të Belinda Ballukut duke i kërcënuar, madje duke i kërcënuar apo duke shantazhuar edhe nëpërmjet fjalimit të tij për sa i përket qoftë kancelarive europiane apo dhe vetë Amerikës. Kemi Gjermanin pikërisht ai e përmend për një fakt të vetëm, atë që kemi deklaruar që i vllai i tij është në dosjen e cila po hetohet apo po gjykohet në Gjermani. Emri i të vllait është i radhitur në ata për sa i përket call centerave e tjera, call centerave kryesisht ka në Gjermani që po hetohet. Dhe emri i tij dhe prandaj dhe ministri i jashtëm i Gjermanisë erdhi dhe takoi direkt Spakun dhe nuk bëri asnjë lloj takimi tjetër. Kështu që Gjermania pak a shumë është më pranë dhe ai prandaj ka hedh në lojë edhe këto analistët e tij apo njerëzit e tij për të filluar dhe për të nxjerrur korrupsionin që mund të jetë, domethënë Gjermania shtet i korruptuar dhe mos harrojmë se në Bruksel ka vajtur dhe edhe themi drejtësia apo prokuroria e Brukselit është futur në zyrat e Brukselit ku ka marrë shumë materiale dhe në këto materiale ndodhet edhe Edi Rama për sa i përket të gjithë fondeve që janë marrë nëpër Bruksel dhe kanë kaluar nëpër Shqipëri dhe të gjithë lejet e ndërtimit që janë bërë. Ju kam thënë që porti i Durrësit do jetë ai që do ju haj kokën e gjithë politikanëve pa përjashtim dhe nafta, patjetër edhe nafta. Por porti i Durrësit është më i prekshëm në aspektin sepse jemi pjesë e NATO-s dhe Gjermani patjetër është edhe ai ndërkryesorët, po themi në lider në Europë për sa i përket çështjeve politike dhe ekonomike. Kështu që jo më kot Spaku ditën e martë mori në dorë tashmë dosjen e portit të Durrësit, qoftë Porto Romano, qoftë edhe porti i Durrësit, se aty janë erat më të mëdha, mirë po aty është prek siguria kombëtare e Shqipërisë, por njëkohësisht edhe siguria e vetë NATO-s. Dhe duke qenë pjesë e NATO-s, patjetër që do ketë reagim, por në këtë dosje jeni të bindur që nuk ka absolutisht askush tjetër përveç se emrit të Edi Ramës. Se çdo gjë është bërë me Edin Ramën. Kisha një shkrim madje sot pikërisht për portin e Durrësit, sepse kam vite që unë bërtas dhe ulëras për portin e Durrësit, asa ndoshta njerëzit e kanë bërë çik kështu që më është bërë rutinë, si me thonë, porti i Durrësit, por gjithmonë jam tek ajo pjesa e sigurisë kombëtare dhe jo vetëm siguria kombëtare, por kemi edhe prishjen e historisë apo zhdukjen e historisë së një kombi. Por ajo që rëndon tash më tepër është sepse është edhe siguria e NATO-s apo siguria e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sa i përket portit Durrësit. Mos harroni se është porti i cili kalon droga, i cili kalon klandestinët, i cili është porti të cili ka thyer embargon. Duhet dini një gjë. Rama me portin nëpërmjet portit Durrësit ka thyer embargon dhe ka sjell naftën e Rusit dhe ka sjell në portin e Durrësit, në Porto Romano. Dhe kështu që gjithë këtë dosje prandaj dhe është marrë me qoftë me ndikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos me një forcë dhe ose themi me një porosi nga NATO për sa i përket Gjermanit dhe Gjermani tashmë për ne po hap letrat për sa i përket Ramës. Sa do të luaj nuk të paktën tek porti i Durrësit Rama në çdo aferë tjetër mund të thotë, mund të bëjë portin e Durrësit e ka me firmën e vet, e ka me porosinë e tij, nuk e ka me absolutisht me tjetër.
Zoti Merkoçi, duket se presioni ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama ka kaluar nga Washingtoni në Berlin dhe në këtë rast janë gjermanët ata që kanë marrë komandën kundrejt presionit që po ushtrojnë ndaj qeverisë shqiptare. Dhe në këtë rast ju e përmendët deri diku, a mendoni se vizita e ministrit i jashtëm gjerman në SPAK dhe hetimi i dosjeve të caktuara ku së fundmi përflitet edhe akshi kanë të bëjnë direkt me atë shqetësim ose më saktë që e kanë lënë pa gjumë Edi Ramën, apo edhe që u reflektua në fjalimin e tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Jo më kot ju thash që porti i Durrësit do haj kokën, dhe akshi është brenda portit të Durrësit, sepse është siguria kombëtare në portin e Durrësit, tendrat që janë bërë në portin e Durrësit, të kujt janë dhënë, qoftë këtyre biznesmenëve, po ta kapësh që ka Labari dhe deri tek një koncesion që ka pas Gjermania aty, dhe ushit koncesioni shkoi deri në gjykatë Strasburgut, pastaj e mori Kroati me një shumë 15 milionë euro, po nuk u deklarua asgjë, nuk është thënë asgjë dhe vazhdon trafikimi. Unë kam thënë edhe për sa i përket mbetjeve toksike, të cilat fatkeqësisht politika shqiptare, kur them politika këtu kam parasysh tashmë opozitën, sepse Rama normal nuk ka për ta deklaruar, heshtëm për 2 ditë dhe u desh një ndërhyrje e një organizate ndërkombëtare për ta bërë pastaj të bujshme, themi. Por ajo që ishte më kryesore, po në Port Durrësit kanë lëviz shumë gjëra, në Port Durrësit lëviz droga, në portin e Durrësit lëvizin klandestinë, dhe në portin e Durrësit ajo që është më thelbësorja pastaj janë mbetjet. Mos gabofshëm, ndoshta që ju e kam deklaruar kur ishte një anije e cili u drejtonte portit Durrësit dhe kam bërë thirrje qoftë ministrit të asaj kohe, qoftë drejtorit të portit Durrësit që të kthejnë anije mbrapa, dhe realisht ajo anije mas u kthye, vinte nga Malta. Por e gjithë ju thash jo gjithmonë duhet dali Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet dalin prej mare në atë goditje që bëjnë, është më e thjesht me Europën për ta bërë, dhe me sa duket Gjermania është bërë lideri i goditjeve ndaj korrupsionit, apo themi më tepër ka marrë porosit për ta zbërthyer tashmë këtë lloj qeverie që ndodhet në Shqipëri, e cila është jo vetëm për shqiptarët, për shqiptarët ky spyt se ky ka ndërtuar një mafia shtetu. Unë kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet dhe kjo është forma e mafias shtetit ndërtuar. Është pak sa e çuditshme që edhe vetë opozita nuk e pranon kurrë atë mafian shtet, nëse do ta shihte në fjalimin e tij Rama në fjalimin që mbajti te grupi parlamentar, dhe Rama përdori narkoshtetin. Sepse në akuza i përdori narkoshtetin, sepse i leverdis më tepër me narkoshtet se sa me mafia shtet. Narkoshtet sepse jemi një vend që ne nuk prodhojmë, ne jemi thjesht magazin e drogës, e pastrimit parave dhe të gjithë aferave të tjera. Kështu që Gjermania, ardhja e ministrit të jashtëm Gjermanisë dhe takimi vetëm me SPAK-un dhe me asnjë tjetër, biles ishin takim, themi deri diku i papritshëm dhe një takim që nuk pati as konferenca shtypi absolutisht asgjë, por bëri një takim dhe iku direkt, domethënë ishte një e çuditshme që ministri i jashtëm të vinë në SPAK. Por kjo tregon ajo që ju kam thënë, që Rama është i dështuar qoftë politikisht, qoftë diplomatikisht, dhe nga pikpamjet diplomatike Rama sinqerisht është i dështuar dhe është kundravers në atë që është politika e europiane, themi. Nuk po shkoj më tepër se sa Europa, po them thjesht në politikën europiane Rama është kontravers. Dhe po ta shihni të gjithë vendet e Europës e kanë abandonuar tashmë Rama, nuk është më ai lideri që dilte i komandonte, i bënte dirigjimin, bënte ato spektaklet. Tashmë të gjithë e kanë komanduar, e kanë abandonuar.
qoftë edhe Meloni që ky e quante motrën e vogël, edhe ajo e ka abandonuar Rama, nuk është më me të, nuk ka asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj gjëje, kështu që pavarësisht se ky do mundohet, siç u mundua me bordin e paqes që shkonte atje takonte Trumpin, tash ishte si një afrimitet dhe u pa botërisht, domethënë një injorimi që Trumpi i bëri qysh në prezantim, sepse prezantoi thjesht përfaqësuesi i Shqipërisë kryeministri Rama, as emrin si ata. Po, dhe në fakt më pas nuk zhvilloi as takime të nivelit lartë, ndryshe nga sa ndodhi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, e cila u prit nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Unë e deklaroj që Rama nuk mundet shkonte në Amerikë, nëse nuk do të ishte ndihmuar nga opozita shqiptare. Nëse opozita nuk do të binte pre, apo më fshehtësia apo dakordësia e opozitës, nuk di si ta them, por nëse opozita shqiptare nuk do t'i kisha dhënë votat e Ramës për të qenë pjesë e atij bordi, them se Rama nuk do ta kalonte oqeanin. Ishte sepse shumë njerëz e kanë diskutuar këtë dhe kanë thënë ja e kaloi oqeanin, po mos harroni se edhe Gremo Zruçi kur ka qenë kryetari i Kuvendit, megjithëse ishte non grata në Amerikë, ishte mbledhje të Kuvendit vajti në Amerikë. Kështu që ai lloj ligji që ai bëri me ngulm të madh, duke injoruar totalisht opozitën dhe opozita ra pre e tij dhe i dha votën, e bëri që ai domosdoshmërisht, se ishte ligj me emër nominal, nuk ishte ligj si kryeministër apo si kështu se do shkonte presidenti, por ja u dha votën dhe unë e deklarova atëherë, ja çoi peshqesh Trumpit në tavolinë. Ajo që bie në sy pastaj që politika shqiptare nuk ka absolutisht asnjë lloj takimi, jo Rama, po edhe politika shqiptare në tërësi nuk ka asnjë lloj takimi me administratën, me departamentin e shtetit, me administratën Trump. Çuditërisht jemi në nivelin 0 apo minus për sa i përket marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, pasi të gjithë trumbetojnë si aleati strategjik, të gjithë trumbetojnë si pjekës të politikës amerikane, por çuditërisht nuk po Trumpi të paktën një vit që ndodhet si president, një vit e saj, edhe nuk ka asnjë zyrtar i jon, asnjë politikan i jon, nuk ka asnjë takim me